Ashtu një fjalë do me thënë që më tha Igli, që tha që janë shumë mirë, do me thënë edhe të kombinuar shumë mirë, do me thënë fansat e Arditit edhe shkurta që apo bënde jashtë, edhe kisha mbledhur mendjen do me thënë që e fiton Arditi. Do me thënë e dia 100% që e fiton të Arditi. Por që unë e kam dashur gjithmonë, nuk është puna, te ke fundit gjithë synojnë çmimin e madh, kupton shtëpinë. Edhe unë e kam përmendur që është gjë që unë kam dashur më shumë ti, por që unë e kam thënë edhe që kur jam futur që në fillim unë kam dashur që njerëzit shohin janë tjetër time, na kupton. Edhe të më duan edhe të paktën edhe për gjëra të tjera të mira që unë kam. Jo për 2-3 emisione që unë kam qenë ose ku ta ditë të paktën këtë ja kam arritur, që kam shumë njerëz tani që me vërtet më duan si unë jam. Të duan për emisionet apo pas emisionet? Sepse tash një krit cilin e kanë pa në ekranet televizive, në reality show, një krit që kanë njohur përpara dhe një krit që tash ka dalë. Jo, më duan nga ky emision, tani që kam dalë. Nga ky emision. Je taku me njerëz mas i ke dalë për shtëpisë? Pa shumë interesant me pa se reagimin edhe, aty pse po nisnë. Për shembull, ke pas banor, apo banorët të cilat kur janë fut kanë thonë, edhe pse jemi pjesë e shtëpisë, e kemi ëndër me pa për shembull krin. Po. Edhe mas një javë që kanë jetu aty me ty, keni kriju edhe armiqësi. Dhe të zbehet ajo normal. Idealizmi që e bojnë për njerëz caktuar